Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku gjithmonë jemi së bashku me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë e emisionit tonë duke u inkuadruar përmes numrave kontaktues 046 22 0022. Po ashtu të na ndihni përcillet të na shkruani përmes rrjeteve sociale personale të hoxhës në Facebook dhe në YouTube. Hoxhë nderuar, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah nderoft dhe faleminderit që gjithmonë po jesh zotëjt dhe po i përgjigjesh pyetje dhe po morëm këshilla prej teje. Nëse më lejon, po i lexoj pyetjet të cilat na kanë arritur, thotë: a është e vërtet se ka raste kur ka qajt, ka kajt me laçja e vdekjes? Nëse është e vërtet, pse? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat e selam pejgamberit të bekuar, shokëve të tij shumë të nderuar dhe të respektuar, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite kanë ndjekur dhe kanë trasuar, edhe ata të cilët vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Pastaj, Melekul Maut, kështu quhet në Koran. Qul yatawaffakum Melekul Maut alladhi wukkila bikum. Melekul Maut, me laçja e vdekjes. Nuk është cekur me emër. As në Koran, as në Sunnet. Përderisa o cek Gjibraili me emër, Israfili, Mikaili, o cek Malik, po Malik, qali ja Malik yaqdi alina rabbuk, e që është roja kryesore e xhehenamit. E të tjerë, por nuk ka cek me laçja e vdekjes me emër. Janë disa transmetime nga i thtarët e librave të hershëm, dhe kanë cek disa dietarë tonë islamin në për literatura të ndryshme të tefsirit të tjerë, se emri i tij është Azrail, por nuk është e vërtetuar me argument. Tani, kjo me laçja e vdekjes, konsiderohet për me laçjeve më të mëdha. Më të mëdha edhe nga ana fizike, më të mëdha edhe nga ana e pozitës. Sepse me laçjet nuk janë të njëjtë. Allahu ka thënë gjallë melekët uli ajnihatin mathna wa thalatha wa ruba. Yakhluqu ma yasha. Allahu i ka bërë me laçjet me 2 krah, 3, 4, edhe më shumë. Ka në hadith të vërtet se Gjibraili alayhi salam i ka 600 krah. 600. Dhe se kur ka pa pejgamberi Gjibraili alayhi salam, ka mbulu qiellin krejt. 2 herë ka pa në formën e vet. Pra, me laçje shumë e madhe. Për bardhësit e arshit, e që ndërtasht edhe Israfili, pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, më është lejuar mua, për që folur juve, për që treguar juve, miletit, neve, muslimanëve, për madhësinë e njërës prej me laçjeve, Hamilet el arsh, bartësve që bartën arshin e Allahut. Prej pulpes, butit të veshit, deri në krah, është gjatësi sa me hecër 500 vite. Sa me hecë 500 vite. Kaq këtu. Po madhësia me laçës krejt. Pra,
meleku i vdekjes konsiderohet për ty në melaçeve, me trup, po edhe me pozitë të lartë. Kështu që melaçja e vdekjes është gjigant. Sa që ka thonë Ibn Abbas dhe të tjerë, komplet tokën, që globin, që planetin tonë, tokën, në melaçjen e vdekjes është sikur se në pjatë, kur marrëm në një pjatë, dhe të jesëm një gogël të me tortë ose me çadër mallakt. Edhe kështu ka dushtë. Melaçja e vdekjes, toka, që tokë, për melaçjen e vdekjes, pra është një bas i vogël në dorë, me kap, cop ta banë, e hedh me për planetet tjera. Tani, më këthy tek pyetja, përgjigjja në pyetjen konkrete, a ka qajtë ndonjëherë meleku i vdekjes, nëse po, në çfarë raste, për kënd. Melaçja e vdekjes nuk kam për kërkon. Ama hiç nuk kam për kërkon. Ne do ta kemi parasysh këtë çështje. Dhe shumë herë them xhamatit apo kur bisedoj me dikën qoftë publik, qoftë ka të rësy. Melaçjen e vdekjes të gjenacion është. Melaçja e vdekjes 5 cent, 5 parë nuk i jep. A je pregadit për me dek, a nuk je, a për dhe me dek, a nuk për dën. A je i ri, a plak, a je shnosh, a i smut. A je bogat me dek, e ke kry tëna punt, a se ke kry asnja. A mu 5 parë nuk i jep ajo. Melaçja e vdekjes veç dhe me që urdhën e Zotin vend. Aje ka listën, e cila i pet në çdo natë kadrit. Mërana një viti, kush ka me dek. Asaj se interesën kush ka me lind. Interesën kush ka me vdek. Kush ka me dek. Kohën, vendin, edhe mënyrën që ka marrë shpirtin. Ka që interesën asaj. Andaj ajo do të mencionë vend urdhën e Zotit. Kështu që ajo nuk mërzitet. Nuk themi nuk ka kohë me mërzit, po ajo kryen urdhën e vetë. Megjithatë, nuk diskutohet se melaçja e vdekjes, kur vjen me marrë shpirtin muslimanëve, bashk me ushtar tjerë, në kuptim me melaçe tjera, kuptim figurat e ushtar, me melaçe tjera, vjen me marrë shpirtin, shkon në hadith, me ftyrë të ndriçuar, me të përgëzuar tjerë, pra të mshiru, ndërsa jo besimtarët, zullumçarët duke i torturu. Mirë, kjo po, por jo të kajtë. Nuk e di që melaçja e vdekjes të ketë kajtë për dikën, dhe nuk besoj asnjëherë që ka ndonjë lajm të vërtetë. Asnjëherë. Ajo që është sekur, për cekë një rast, ajo është çfarë është sekur në për libra, se ka kajtë melaçja e vdekjes, është edhe rasti me Ibrahim a.s. Është një liber, Hiletul Evlija, në të ceket, e cek Kabi. Kabi ka qenë një vejtabenve, ka qenë rabin. Rabin i qifot i njohur, hoxhi madhë qifotve, rabin i fort, i njohur, i Jemenit. Pastaj, këtë Ebu Bekrit e ka pranu islamin, amu ka qenë gjallë këtë pejgamber, përse ka taku pejgamberin. Këtë Ebu Bekrit ka pranu islamin, është ardhur prej Jemenit në Medin, ka nejt një kohë, e pastaj është përngullë për në Shamin, Irak e tjerë. Janë të njohura transmitimet e tina. Omeri radiallahu anhu shumë repytte. Kur diskutonin për popujt e lashtë, Omeri i thashte,
Ta shëmirë dhe kër ishte kalife, o Kab, a ki diçka më na të regu të neve për që të ngjarje diçka? Kër besedojnë. Për shembull besedojnë për Jusufin a.s. Besedojnë për Musa a.s. Besedojnë për Suleiman a.s. Për Davudin. A ki diçka më na thonë? O Kab. Dhe ishte gjeni. Kështë lexuar librat e qifutve, pa marrësisht vërtetësisë transmetimeve. Por ka lexuaj. Për asë që të cek këtu Bunaimi fi Hilyatul Awliya, nga Kabi, Kabi thot. Milaç e vdekjes erdhi mja marr shpirtin Ibrahimit a.s. Milaç e vdekjes erdhi mja marr shpirtin Ibrahimit a.s. Po erdhi në formë të njeriut. Aty në mezhlis ishte Sara, gruaja e Ibrahimit, edhe Ishaku biri Ibrahimit. Këta të dytë e njofte milaçin e vdekjes, Ibrahimi nuk e njofte. Sara ja nisi me kajt, pëkan, edhe Ishaku pëkan. Ja nisi Ibrahimi me kajt, kër i pakta që pëkan, ja nisi edhe milaçi e vdekjes me kajt. Të katër të pëkan. Milaçi e vdekjes lip leje shkan. Kër shkan aja, tash Ibrahimi a.s. thot, e qka pat bërë që kajt? Pa më shtit edhe mu me kajt. Dhe të lidhe mu për mësafirin e shtit me kajt. Tha, Ishaki tha, o bab, a nuk e njofta? Jo, tha, bira, mësafir, ka që zoti. Mësafir Ibrahimi ishte njohur për pritjen e mësafirve. Tha, bira, mësafir ke? Kalimtar mësafir. O, bab, tha, i ke me laçja vdekjes. Tani, unë të disha që ka më marrë mu, nuk po ta me kajt. Në është edhe për nanën ja, ama për ty pa. Në këshëm dirtin tënë, më s'ka me të parë ty. Me laçja e vdekjes, shkej të Zotë i lartë një qiellë. Dhe tha, o Zot, më këtë që një njëri mja marrë shpirtin, ama nuk mujta mja marrë shpirtin. Nuk mujta me bo balë, me marrë shpirtin. Nuk ka pa njëri se ajtë mirë. Allah i tha, unë e di ma mirë se ti kush është aji. Aji është robi jam i dashur, Ibrahimi. Shka tash marrja shpirtin. Ere tani me laçja, mja marrë shpirtin për në fund të një plak. I lodhën i teshtë. Dikon, në bashkët Ibrahimit, dikon afer, që pistin bashkët, o hi pa handërësh. Plako, pa handërësh, edhe rrushë, për pik ujë, rrushët për shkën mjekërës. Që bëhen pleshkat hajnë, bëhen verën, këtë nuk din me hangën, se s'kanë dhëmë, s'kanë. Ajë që është të përbën mjekërën, Ibrahimi për këqyrë. Edhe për thëtë, o plak, tha orna, pasave të kibre. Që asë me hongës për më ishët, do në këtë plak fort. A i tha saj pat Ibrahimi. Se Ibrahimi thot ka jetu 120 vjetë, thot 125 vjetë. Nuk kemi dhanat sakta, por aty dikon, Ibrahimi ka vdek. Kër i tha, kam vjetë rafsa Ibrahimi, për nuk e tërke që unë e di kësa kiteve, që tha, a e di kësa ka Ibrahimi? Ibrahimi atër tha, dhe me thonë, edhe punë e pas ka pasë, sepse ka krabosë së kur kë. Për kuptan? A i deshti më ka të zu që edhe të se unë e nuk jema as të më e mirë, se njeri kur të bëjë që në 20 vjetë, që ka jetë mund të, atër Ibrahimit, jo jeshu vdekja, tha, ka ma mirë me vdek, se sa, mos më mujtë me hora së rrushen, dhe edhe me laçja jam mori shpirtin. Kështu e cekë Kabi, këtë ngjarje, këtë tregim, por kjo është që ka lexuar diku në libra të Israeliat, dhe ne themi në shariat, quhen këto transmetimet të evrejve, qifotve, Israeliat, Izraelitve, të ulemave tynë, cilët kanë transmituar. Ata kanë shtu, kanë paku, kanë ndryshu, nuk ndërhyna ne, por nuk është pej sunetit, apo thënie profetike, nuk është. Allah e di më së miri. Allah e ndërëvë, të hozë ndërëvë, më kërkojmë falje prej telefonusit që ka me prit një kohë. Salamu alaikum. Aleikum ndëna. Allah ndërëvë që ke telefonu, ke pyetje për hoxën. Po, kita një pyetje
Good, dimple, good, yum, namat, good, good, bidet, good, meton, Diele după ala. Amone diniele po e capoi diniele potom diele după ala ene niele după atim ene beidiar ieme che atuot me botolit na matin atuot ajo. E ke fjalën kur bjen në sejdë apo? Po, Kur thu subhana rabbiyal ala, po, unë do të bëj avim. e ti thu subhana rabbiyal azim, domethënë i thu Po, mirë, tash Allah ndëroft, Allah shpëbleft, tash hoxha na e bën të qartë që nëse gabojmë, i thojmë lutjet të sejdës në ruku apo të rukus në sejdë, edhe marrim një këshill për hoxha. Selamu alaikum. Aleikum selam, Allah selam wa shpërblet. rahmatullah. Faleminderit për pyetjen Allah i trujt. Dhikri, kjo është dhikr, i cili thuhet në ruku, në sejdë, nuk është për shtyllave të namazit, madje as për vajxhibeve të namazit. Përpas të Imam Ahmedi. Ndërsa tek ne nuk është, kështu që edhe mos më thonë hiç, edhe më thonë pak më ndryshe, për shembull thonë subhanallah. Subhanallah. Ta të cilë nuk din me thonë subhana rabbiyal azim në ruku, apo nuk din me thonë subhana rabbiyal ala në sejdë, me thonë subhanallah kanë kryer. Nëse gabon dhe harron, Po nuk ka dërgën, këtë mes dy ka. sejdëve kështu, doan. Mes dy sejdëve edhe më pak ka gale. Edhe më pak. Edhe më pak ka gale. Sepse mes dy sejdëve nuk janë tanë ulemaja konsensus se duhet me thonë dhe çka duhet me thonë. Ndërsa të gjithën konsensus janë të pajtimit nuk i di se në ruku do të me thonë subhana rabbiyal azim, në sejdë subhana rabbiyal ala. Por nëse i vjen dikujt në vështirë dhe s'u thot apo harron, apo ja ndron vendin, apo nuk më në shqipton, nuk ka dert. Nuk ka dert, nuk është për shtyllat namazit, pra me thonë subhanallah, mjafton. Inshallah taala. Po, hoxhë ndërum, më vallat kur jemi këtu, nëse e bën vetëm një sejdë dhe harron, gabon, nuk i bën dy sejdë dhe çosh në rekatin vijuz vazhdon, a duhet me bën se sejdë pastaj apo? Po sepse dy sejdë janë vajxhib, njëra është shtyllë rukën, ndërsa e dyta është vajxhib, kështu që dohet me vajxhibin kur e lën e kompenzon me sejdë e plotson. Allah ndëroft, faleminderit. Kemi telefonatën në radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum, kemi telefonatën. Allah mi mrama. Mi mrama, jeni drejt për drejt, në emision Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Po pa më bani pyetje hoxhës. Po veç urnani. Ku të ridi, Veç ju lutem, janë në një zonën televizionit. ku të ridi si në gjinda, ku të ridi gjallë, në botë në është, tjetër, Po? a 33 vjetë a lindin, edhe a jënë mëj 30 metra. Edhe çka? A janë gjatë 30 metra? Po, a janë gjatë 30 metra. Faleminderit shumë. Allah ju shpëlbeft. Selamu alaikum. Selam. Njerëzit në xhenet kur të hyjnë janë çka në hadith 60 kute të gjatë. Xhenetlit janë 60 kute të gjatë.
60 kuti i bie më pak se 30, sepse nuk është 50 cm një kuti, mund të jetë 47, 46, 45, një kuti, pe mryllë dhe kaq, një kuti është. Por atë diku pak më pak se 30 metra, sepse ka në hadith në gjatësinë e babait ju i Ademit. Në gjatësinë e babait ju i Ademit, Ademi ka qenë 60 kuti i gjatë. Ka qenë i gjatë. Në moshën 33 vjeçare të Isaut a.s. kur është ngrit në qiell. Në zbukon transmetim, është një transmetim, por rreth ka fjalë, në pamjen, dukjen e Jusufit a.s. Jusufi ka qenë bukuroshi i dynjas. Bukuroshi i dynjas ka qenë Jusufi a.s. Kështu që inshallah ta'ala, nëse Allah në ka bërë për gjendetlive, Allah në bërë për tyne, jemi të gjithë në një mosh, në një madhësi, dhe edhe për nga bukuria të njëjtë. Kjo pas tjerash e përgëzën robin se këto dallimit që jenë në këtë dynja, jas jem shumë i bukur, jas jem shumë i madh, ja jemi të shkurt, ose jo plakët është më kaleri nia, ja jemi vogël e korritna, krej këtu hjeken në heret. Krejt hjeken në heret, janë në një mosh, në një gjatësi, tani më nuk ka pleqëri, nuk ka vdekje, por ka jetë të përhershme, me begatit të përhershme. Që ka po 80-100 vjetë atje? Edhe 900, edhe 1000 si Ademi a.s. Edhe 1200 vjetë sikur se Nuhi a.s. që ka jetuar. Që të gjithë në gjallën, futën xhenet, në moshën, në gjatësin e Ademit a.s. Në moshën të cilë është ngritur në qiell Isau a.s. dhe në pamjen, bukurin e Jusufit a.s. Po që ndromë, para se shkojmë një pauzë të shkurtër, kam edhe një pyetje. Gruaja të cilës i ka dek burri. Me cilin burr shkon xhenet. E ka marrë burrin e dytë ose të tretin. Po. Cilin burr shkon xhenet? Me cilin për ke qefti? Jo, me nuk di, jo do të me vetë, ata do të me vetë cilin ka qef. Nështë ta mendoj që burri i pari ka me të marak, po i ka dek. Po, janë ma shumë se sa një mendim e ulemave se gratë të cilat kanë ma shumë se një burr me cilin burr shkojnë. Mendimi forsabë. Edhe burri që ka dek gratë? Ja, tjetër është sa i ka tanat. Po. Ja i ka krejt. Ja i kejti ka, me emër Zot. Po i kundër të jo. Burr, gruaja s'mund të martu me tën burra që ka pas këtë dynja. Mendimi më i fortë është se martohet me burrin e fundit. Për ata disa prej sahabëve i kanë këshillu gratë e veta në fund jetës tyne, kur kanë pa që për vdesin, se nëse dënë me kanë me mu në heret, nëse dënë, mos e martën këtë dynja mas meje. Nëse nuk dënë, e liri e martu së të hanë kërkosh, pas të kalen kopritja 4 muaj e 10 ditë. Gruaja po dërdas. Nëse nuk kam harru tërgimin, e ka kërku për gru Muavijo. Muavijo kanë shumë i pashëm, shumë i menqër, shumë i pasën. Vali, njerë babën Sultan, Abu Sufjanin, të parën e Mekës, biznesmen të fort,
Nana ka pas Hindin, e Hindi që e qkyu gjoksin Hamzës ja hangër zemrën gjallë. Do me thonë murë sifatet babësët nanës. Pastaj o bo vali në Sham, dikur të në bo edhe mret, dhe a i mërtu disa herë. Tani, kër e ka lyp këtë gruan, kej ka thonë, nuk gjej behane, por dua t'je me bu dërdan ditën e kiametit. Sepse po të morë aty nuk jem e ta, me të du me kanë. Është një mendim tjetër mjaft i fort, se gruja martohet është bashkë në gjenet me atë burë, i cili ka qenë me i marrashme, me i ndershme, me i vlefshme, me i ngritur. Jo i fundit as i pares, nuk qenë peshaje, por cili ka qenë ma me etik, ma me ahlak, ma i ngritur. Allahu e din me se mirë. E rëndësishme është që edhe gruja t'je martohet, madje edhe gratë të cilat, apo vajzat të cilat, kanë vdekur, jenë rritur, jenë plak, apo kanë vdek të reja, pa martu, Allahu i marton, sepse ka në hadith të sakt, që të cekit Bukhari dhe Muslim, o lejse fil gjennet e ahzab, në gjennet nuk ka të pamartuar. Në gjennet nuk ka të pamartuar. Po. Hoxhë ndërru, Allah që vlift, besoj pajtohet shkoj me një pauzë të shkurtër dhe pas pak rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndryquar. Pra të dashur miq, mos u dani nga kanali i RTS. Selamu alaikum sërish të dashur miq, jemi rikthyer pas një pauze të shkurtër me emisionin Rruga e Ndryquar, ku jemi së bashku me hoxhin profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, ju mos harroni të na kontaktoni, të na shkruani dhe të na telefononi. Numrat kontaktues 046 22022, po ashtu të na ndiqni përveç pranë ekranit të RTS në rrjetet sociale të hoxhës Shefqet Krasniqi në Facebook dhe YouTube. Kemi një telefonat me një herë në pritje, na valla se ke prit disa minuta. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Deshta me ja bën një pyetje hoxhës. Po? Pyetja e parë është, unë normal fal në namaz, bëj 5 vakte, po kur të fal në ma vëvurë, 5 shka u bo kjo vesh të fal. Ama unë shumë e du, kam qef namazin edhe jam namaz do herë. Përveç se që... Më falë, nuk e kuptova, kush thot që po falësh, kush pengon? Po furri ja bën që vesh po falësh, kur gjakës është, çka po falësh, ama ona pet, kur nuk e lën namazin, nën stop në është të Zotit, më shtetë, nën stop e përmeni Zotin, edhe bëj lutje për prend çdo sekond, për fëmijë, për kejt, për uzoj çdo minut, edhe pyetja e dytë është që a është gjuna babës tem nëna jam që i kënon Jasina ajo? U bo Allah i shpëleft, meni përgjigjen prej hoxhe. Amin. Selam aleikum. Kjo motra pa thot, falë shumë namaz, gatët të në kohën është në namaz, sa që burë në kohët thot pa falë shumë namaz. Veç po falësh. Burë mire ka. Ku haki burrit? Pse martu? Ka vim me nejt, pa martu. Edhe veç falu. 24 orë. Veç kohët kër është krehet më falë e orejtëne, kër të falë sabahën dhe sa të linë djeli, pasi që ndisë djerin përëndim, kër e djeli pak në zenit, edhe dhe të përëndan. Ta në mësë të përëndë djeli, Allah të një mëfë të këti rinë sabah. Falu. Kër le djeli ma sabahët, ngritet pak djeli, apet nësja falu, pare të nkohen, bëni badet, por kër e shku të burri,
e ke marrë burrin, nashta ke edhe fëmijë, po dhe mos pas fëmijë, shtëpia ka punë, pastaj burri dhe në pas grunë të lirë, me bë llaf, me vejt diçka, me kërku diçka për saj. Zoti e ka lënë, për që martohet njeri? Për që martohet? Ose thuj burrit, e bojnë i marrëveshje po, a bën më lanë të mund qështo, të shka më rënë tjetër, që të bën llaf. Që të bën llaf, mu mos më lësha, por mos më nalë, që të lidhe të jam që kam me Zotin, sepse o knaqa. Kështu që kjo është shumë mirë, në vetveten e vetë një herë, është për mrekulli, është për lakmi, ku me marë robi, me përkujtu Allahun në stop, me falë namaz, me bëhe dhikër, kjo është, ku me marë me kanë kështu, kjo është shumë e mirë, është nuk dhe njërë që përshkrum, për në gjanë e vljavet më dhejtë Zotit, por pa ju hy në hak të tjerëve. Selman Farisiu kishte shku të Abu Dardaja. Treket derën, gruaja e vetë thot, kusha? Thot Selman Farisiu, bërëm, edhe hënë. Ku e kam thot laun, ati e taj ka vlazru pejgamberi, ka vlazru. Ku e kam laun të hem, dhe në ko këtu vjen. Tha po pritit të qëtu, se nuk vanohet të vjen. Ta shkyp e thot, për një vetës e familjet vetë, po ndoket pas kene halë diqka tës, tha, po të kalzaj. Që kjo vlajet, pra burë jam, që kjo vlajet, tha, s'ka nëve për gru. Kjo është namaz, ta në natën, kjo namazo, dhe i sabah. Sartë që e lisit kënë seshde, namaz. Ditën, haqjiran, nuk di që martuke. Dhe unë jam me burë, pa burë. E nëre që tha unë është këta me emër të Zotit. Nuk vanohet shumë, vjene Abu Dardaja. Kur është këta gëzohet shumë, lemë nuk është pas ka hardë, mahabete, më lemë bukje, më lemë mahabete, bëma bëme. Kur e afron buken, e thët ha, qysh ha, e ti? Tha një ma gjerushëm, të gjerushëm apo, e ty, ben hangra pa hangër ti. Mara gjerushëm, kimi e prish? E qyshëm në hangër e ti, ja. Preshe, ana fila gjerushëm. Ishti njërë me prish? A s'pujt me prishtina, e prishe. O botar, erë koha me fjetë, kë vendosi me bujtë. Edhe aja shtëri venin, tha flaj, thonë me flajt e ti s'ka, tha pa fale, jes pa fale, shala. O fjalla ma satësis tash, që për asim du s'këtot. Berë, e shëmësu më falë ta natën, rëke flajt, o të qova, ku pashkan, më falë, berë flaj. Nuk e la më që dherin pjesën e tretë natës. Kërë bë pjesën e tretë natës, tha që shtash, edhe në bashkë me ty. Bërën do ujtë marrë më abdes, edhe pa falen. Tani, pritën pak, erdhi sabahu, e falen sabahun edhe, o kryje. Të nesër men, Selmani shkan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kënë gjare kanë do sa kanë pejgamberi gjallë. Dhe thët ja Rasulullah, kështu dhe kështu më kanë ndodhur. Selmani ashtetin e tha, e di që ki hak në vetë vetës tënde,
Kur ne shtini me prishe, ta nuk e lë me flajt shtinja. Tha dhe që ki hak ndaj vetvetes tënde, ndaj trupit tënë. Se mund të trupin shumë pa gjumë e pa buk. Ki hak ndaj trupit tënë. Ki hak ndaj grus tënde. A'ti li kulli dhi haqqin haqqahu, japja se cilit hakun e vetë. Japja hakin gjumit, barkut, grus, japja hakin tanëve. Kër i tha pejgamberit të rëgaj të nesër, në tha Rasulullah, shko të përderdaje dhe kështu ndodhë dhe kështu i thash. Pejgamberi keshe dhe i tha, miri ka thanë, alayhi salatu wassalam. Kështu që robi do të mja dhanë hakun në se cilit. Anës psiqike të vetës, për ata këta që rrinë pa gjumë shumë, ose ngarkojnë vetën shumë psiqikisht, e hinë hak, kokës vetë, trunit vetë, e dëmtojnë psiqiken, e hinë hak, pa gjumësia të mytë, nga kisat të mëdha të mysin, ose nga ana fizike, ngarkojnë vetën e vetë, qoftë me punë të randa, qoftë pa buk, qoftë ku ta diun e lodhë shumë, qoftë me agjerim e tjerë. Jepja hakin grus, jepja hakin fëmijëve, jepja hakin këshis, jepja hakin babës e nanës, e gjithsesi hakin Zotit e nuk diskutohet, se se jepja hakun. Kjo është mesatarja. Dhe kjo e përbën mesataren, e mesatarja është zemra e dinit islam. Zemra e dinit, ajka e dinit islam, është mesatarja. E Allah ka thonë, o kedhalike gjalnakum ummeten wasata. Ne ju kemi bërë ju e ummet i mesëm. Dhe pejgamberi kanë salse me khairul umuri awsatuha, punët më të mira në të mesme, mesatarja. Të mja dhanë hakin të gjithve. Tamam? Në këtë formë, kjo motra i në hak burrit, se vetë fakti që ai po ankohet, jep me kuptu se të pejnë hakatina, e nuk e të drejt me një hak burrit. Edhe dhe kërë me ba, kur me bëllaf me burrin? Po dhe kur me bëllaf? Po biseda me burrin tonë është ibadet. Biseda me babën me nanë ibadeta. Allahu nuk na ka ngarkuar neve me përmen Allahu 24 orë. Sigur se me lekt, me lasit në qijil, e përkujtojnë Allahum pa ndërprej, jo 24 orë, po pe që janë krijuar deri sa të vdesin, pa ndërprej. Neve Allah s'na ka ngarkuar ashtu. Ne përkujtojmë Allahun, i kemi përkujtime obligative që janë namazet, po tani dhikrin mas namazet, kështu me radhe, edhe vullnetarë përkujtojmë, por edhe merrim me çështjet e dynjas, je bën shakaje, mohabet e dynjas, mohabet e ahiretit, e lexon diçka, flet diçka, ngon diçka, vet diçka, mëson dikush diçka, mëson dikon punë të dynjas. Po. Po, gjendër, ishte edhe pyetja e dytë e motrës parë se morëm telefonatën, thotë nona e kënon babës Jasina e Jo, baba nonës. Baba nonës? Po. Mirë, baba. S'ka dërt. Nuk ka dërt. Nëse kënon ai kënon pa parë grus vet, s'ka dërt, se burrët vetë sprish punë edhe ashtu. Nuk ka dërt. Allah ndroft. Morëm telefonatën e radhës. Pa parë vetë se kënon. Po familjarit. Ka. Kemi telefonatën në linje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allah ndroft që keni telefonu. Keni pyetje për hoxhën? Po, pata pyetje për hoxhën. Spari dashta me falendëru përzemërsisht edhe sinqerisht hoxhën e nderuam sepse sinqerisht na animon shumë me përgjigjet e tij dhe na lehtëson jetën sadopak, ndoshta edhe pse ai nuk e din. Allahu e gradoft me xhenetet më të larta inshallah. Amin, Allah shpëleft. Faleminderit. Dashta me vetë hoxhën përgjigja ndaj burrit gjatë rregullimeve menstruale. Edhe a duhet tash nëse një njeri dën me janis mu falë, me thonë a duhet me jarë ndonjë shej, apo nuk e di se shumë thënë e kom pa në hëndër, jëm që jëm falë, ose më ka mësu dikush, më ka thonë dikush, më ka shti dikush në zemër, ose më ka marrë dikush në xhami, ose pa marrë parasysh,
a duhet me pas një shejt t'il, apo mund është edhe veç vetëm, yani s'pëdia është e qartë, s'pëdia dhe jam sigur. Po. Allah e shpëleft. Faleminderit shumë, kaloni mirë. Faleminderit. Selamun alejkum. Allah shpëleft, faleminderit. Cilin pyetje për mirë të parën? S'ka dër, po. Sa përket gruas gjatë përmishmeve të sajna, në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këtë drejtë çdo gjë illa nikah për pas kontaktit intim. Çdo gjë tjetër është e lejuar. Ndërsa sa i përket çështjes së namazit, pyetja e dytë, a do të me prit ndonjë shenjë diku ta dione për të fal namaz? E që po është e vërtet se këtë raste kemi. Njerëzit nuk ka nevojë me na rrajt, ne i besojmë njerëzve. S'ka arsye me të rrajt. Ku i ndodhen raste të ndryshme dhe bën shkak sebeb me fal namaz. Qoftë ëndra, e që nuk janë raste të pakta. Ku shofin dikën ëndër, ose që nuk din me përshkru, kanë, që nuk e njohin, ose shofim të afërm në vetë, familjar, të cilët ka vdekur dhe thojnë falo birë, ose falo i grua, ose burë, ose djale, ose vlla, ose këta dione. Qoftë edhe zërat të ndryshme të cilët ju vijnë njerëzve. As pak aty një duket ashtu. Se po i thohet që u falo, ose thot në qysh pa më shtynë diçka më falë, e tjerë. Që krejt këto, unë mendoj, Zotë din më së miri, janë alamete të cilat Allah i bën sebeb. Këto janë nga ana psiqike, kuptimore. Por disa ka dhe raste tjera, shkaqe tjera që Allah i bën sebeb nga ana fizike. Si fjala vije, do një kader që ndodh dikujna, humbje të afërmit, për shembull. Sa njeriu dhe të varros të dashurin e tij që do me loqkën e zemrës. Gruna, burrën, babën, nanën, vllahun, motrën, atë që e dën dikënd. Dhe nuk ka mujt me imagjinu jetën pa te. Apo humbjen e tina. Në momentin shkoj. Ose, Allah që ndu një fatkeqësi trant, ku asë një matematik nuk e rrok, që ai ka qenë dash me kanë tash gjallë shëndësh. Por të gjitha matematikat, të gjitha ligjet e fizikës, të miksisë, të tanat janë sa i ka qenë dasht, me ka në dhejtësh. Dhe në alë të këmë, të këshëm pështej mu. E kështë të mëra. Pra, ka shkasi që i dërgan Allahu, unë mendoj, por, aja vlenë robi, na me prita që dhere sa të na vineve andra, apo ditë të mushet menja, apo dhe të ndjej vetën të gatshëm. Kjo, të një vetën të gatshëm, psiqikisht, fizikisht, apo po presma që në zotë ndo një alamet, ndo një sinjal, ndo një shaj, e tjerë, krejt këtu janë intriga, lojna, mashtrime të shejtanit. Asë që ma shumë. Për shembull për Ramazan, për më vërtetu këte, argumentu. A jena na të gjithë, të gatshëm, të përgatitun, psiqikisht, fizikisht, ekonomikisht, për Ramazana? Ja, ma qëfar. Po sa punë, une, për shembull nga ana shkrimeve, ligjeratave shkrimeve, që po nisa për vetës, sa punë, sa projekte për quaj, se punë, këtë punë janë, sa projekte më nënë me shtyrë, më gutë, jenë Ramazani, minzan, mi prishi këtë i prishi. Sepse këtë të tërëna me lanë atu. Nga se Ramazani fillon me projektet vetat. Jënë të ravit, lezimi Koranit,
ligjëratat e caktuara për Ramazan, që duhet që t'jenë ligjëratat brenda Ramazanit, rreth Ramazanit. Andaj, edhe tjera punë s'kam qare pa i ba, se në fakultete ku ta dijune. Por punë tjera, projekte tjera, krejt duhet me mbyll edhe me shtin fjok milancët. Pra si më pregadit, në shumë sene. Dikush në shëndet nuk e pregadit, pak për Ramazanit janë gjithë një farë gripe, një farë ku dijune. Dhe thohë mirë jo në erdhe Ramazani, edhe kështë e milat nuk di që pres Ramazani. Por që të gjithë këta, krejt këta, në momentin që vjen si fyri i parë, nuk e diskutojnë, a nuk e mendojnë as 2 sekunda, apo ajo, po dhe po. Për ata gjithja fillojnë me agjeru, dhe ta në përfundojnë me emër të Zotit. Po kështu do të namazi. Andaj lete ata se jemi gatshëm. Këtu e në përseresje në intrigat shejtanit në adhurimin e ibadeteve që anë ti. Dikush për haqë atje. Imaginot i ka pare me flajtën tu. Pse shkon i shkret në haqë, nuk jemi gatshëm. O, pasha Zotin. Ti je i gatshëm për diçka tjetër, po. Qysh nuk jemi gatshëm me shku në haqë, ja. Prej kryt. Je bërës së më e maj nuk jemi gatshëm me je ka... A përshet që shpelu shejtani me ty. Po leti a jem as jem i gatshëm. A kam bërë që haqën. Po vallahi farze ki. Koku për mu. E që në këptan, me bo me dek që gjendje, ke që ki pun te për keq. Ja vallahi ka me shku. E tani, a majës, së është ke mesela, më e maj haqës, më e maj haqën tjerë, për në pa që a ime shkepet une. Pa që a ime, do është Allah shkepet. Për të kry haqën. Qysh për kry Ramazanin? Po ashtu edhe namazin. Andaj, në adhurimin i ibadete ka nëjë për vendas shmeri. Një të gjatë të shamia. Ja am para gjikojne, ja nashta me shtresohen punte, ja ndejek. Po të mikëqyr pasojat. E çdo ibadete, çdo ibadete, dhe çdo punë të mirë madje, ne asë një punë të hajrit se këshëm pa. Nga se nuk ka punë e hajrit, për përgjithsej, të fillu për namazit, adhurimi i ibadeteve, dete haqje, zeqati, mbolese e tjerë, pa dhe punë tjera të hajrit, nuk ka punë të hajrit, që nuk ka dhe pasoja. Thuaj ndryshe efekte anësore. Por, ato jenë të pakta, dhe asë që duhet me diskutu ato. Se puna namazë për shambull. Je po, tonë kanë më kje shokte, je po më përqeshen. E tani që ka bëhet? Kalëzëm që ka bëhet? Nëse veç ndodhë që ka bëhet, kalëzëm që ka bëhet? Atë vret kush, atë mytë kush, atë gashdën kush? Ja Allah, kush nuk më prejkë. Po, ma thot në e fjallë, që ka bëhet thot në e fjallë? Atë hongara? Të nuk jenë gjendje me bajt një fjallë, qoftë edhe fjallë fyjese, rënduse, për hapër të Zotit, që ka që dënë Zotit ti? Ja ka që dënë Zotit. Nëse kërë dënë Allah unë tamam, thuk namazë vërtet ka farës, po, me emër Zotit për qëtashit. Tani ja, më kishe nalë dikur. Për të se me thonë, që ka bëtë që ka të ranu, po vjen për qohet, kuqë. Po se të thëjnë halë ka të ranu, ti nuk i të ranu. Po ti e tamam. Ti e shumë tamam. Por e që njerëzit nuk i kuptojnë. Pra, efekt anësor. Ramazanat e të lodhë, të prish planësh është pak më heret, haqja atje ka dhe farë lodhje peripecijet të tjera, që i quajmë ndryshë, më nëshme i quajtë efekte anësore, për nuk qyrën këtu. Edhe për namaz. Dojtë me anisë me falë robi, se vallahi, që nuk ka tjetër pas tina. Po e zani vdekja robin pa namaz.
pasha mallnin e tij. E ai ka ndohur rrobat e vet me çka don me ta. Veç çka apo çka nuk ka kush kanë të sot. Pa namaz. Nuk ka kush kanë të sot. Njëherë iblisin sejdë në kërë Allahit. Vesh njëherë. Refuzaj, e pashtroj, e mallkoj, ja prishi fytyrën, ja prishi zemrën, o hidhru ndaj tij dhe ja siguroj, e ja garantoj gjehenemin përjetësisht. Nuk ka shaka me namaz. Nuk ka po kujtohena për namaz. E nuk ka. Nuk ka. Po. Allah ndëroft, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allah ndëroft, keni pyetje për hoxhën? Po, inshallah, unë po paraqitna pak më ndryshe që hoxha pak më njoft se nështë me thonë emrin si Hilmi Hyseni nështë më ka harruhe, po paraqitëm si Hilmi Hyseni dhe ish bokseri i Prishtinës, kështu që kam qenë në ngusht në pushime në Kosovë dhe hoxha i nderuar ma plotësoi dëshirën e katënoqme që e kom pat, kemi dalë bashkë dhe kështu që e faleminderoj publikisht që ka pat kohë për mua. Allahi e nderov se kom emocione shumë se du për hir të Allahit. Allah ju dasht. Kështu që edhe sot e telefonua me djalin Muhamedit, thash më s'është hoxha dikun gata jota, nuk është pa që merr dhe rasti, elhamdulillah, prej Zotit dhe mora dhe lidhjen me taku. E falenderoj shumë nga zemra se e kom pat një takim shumë të këndshëm me hoxhën. E falenderoj shumë. Allahi nderoft, Allahi ja dhash xhenetin më të lartë. Allahi ja Rabbil Alamin inshallah me xhenetin Firdaus e gradon me grada të larta. Kështu që e kam vetëm një pyetje për hoxhën, hoxhët kisha pa që më të pyet. Dihet mërfili se ki shumë obligime, shumë je i nxanën. Dhe deshta më të pyet sa është e rëndë kjo puna që ke marrë përsipër për hir të Allahit sukur imam. Allahit të nderoft e shumë faleminderes kur nuk e harroj deri në ditën e Kiametit, çushim ke nderu ti mua, me qenë se kom qenë edhe në shtëpi, edhe më ke bu muhabet shumë. Shumë faleminderes. Allah sot dua që bane për hoxhën, bane edhe për mua. Selam aleikum. Sot dua që bane për hoxhën, bane edhe për mua pak nga ato hoxhë jam. Allah ndroft. Inshallah ya Rabbil Alamin, edhe ty Allah të jap xhenetin Firdaus dhe për mundit që të jep, Allah i truajt kudo që gjendesh me familjen tënde të nderuar. Allah ndroft. Allah ndroft. Hoxhë ndrum që kjo pyetje, besoj që duhet një temë veti, sa është e rëndë bara hoxhës. Sahi, çashtu është. Dhe ko është fund dash të cekom shkurtimisht, ndash lena i di tjetër kur dush. A e lëm për ditë tjetër, se ne kam një pyetje tjetër që më shkurt. Kështu që këtë vëllaun vëllaun me temën që foli sonte. Po këtë vëllaun e falenderoj. Po më kujtu edhe në zahiq pa prezentu më kujtu. Dhe unë jam kënaq me te, kam taku më shumë se një herë. Dhe unë isha i nxanën, shumë ishta i nxanë, por kë me atë farë butësinë e ti që kishtë dhënë Zotë më qiti para aktit krym. Sepse më tha, kur mujna unë e ti me dalë me hunë i drejkë? Thash nësë mujna me hunë e ti drejkë heqë. Tha, ti apet si vjetë dërë më kundrështu, më refuzu sigur se vjeta, e kur dhe më adhonë të mundësin? Më kujto, dhash, haj mirë jo, unë kështë harru, që më ka thonë e njëjti vjetë par vjetë. Më mërë gjëna. Tash njëre ka për hatër të Zotit, për izzet të Zotit. Tani të rëgova këti, ma se në tha që ke fjallia jotja, më bani mua, mi prish planet e mija, e me dalë me ty, kemi najtë mirë, kemi kalu, pas ta e kuptohet që ka qenë një bëkser shumë i njohur, i të i viteve 80-ta, e ka qenë atë kohë, kur Kosova ka qenë autonomi, ka qenë shumë ngritur për nga në shumë sende, ka pasën para statusit të veçante e barabart me republikat e tjera të Jugoslavise, tani nivel republikan kanë bogara, e boksi ju ka qenë shumë i fashëm.
se na shqiptar për më rejën atë fort, s'paku kështë të kanë dëshmu. Ka qenë farloj unë isha atëherë i ri, por nuk kam përcjellë kurrë, nuk më di sa boksin, janë nxënëse, janë arabie, janë marrë me shkencën më shumë. Njëherë çaban, ta i dikur. Më falë, këtë pyetje shkujt, inshallah emisioni arshëm. Kështu që faleminderit për lutjen, Allahu Allah shpërblet. Kemi një pyetje, na ballall hoxhë ndrum se na kanë ardhur minutat e fundit nga regjia, po më bojnë pak presion me përmbyll, po na lidhet me temën që patëm më herët kur përmend gjatësinë e banorëve të xhenetit, bukurinë, hirshinë e banorëve të xhenetit, por si do të jetë kjo tashti tek banorët që Allah mos na bof për tyre, banorët e xhenemit. Po, kënë disa hadithe të cilat tregojnë se njerëzit në xhenet janë, që se ka më herët, 33 vjetë në gjatësinë e Ademit, në bukurinë e Jusufit a.s. Madje ka në hadithe në zemrën e Ejubit a.s. Janë pa mjekra, s'ka mjekra në xhenet, s'ka mësesë në xhenet. Gjashmiti shka me Muhammedin a.s. kanë? Ja nuk është sekur me pejgamberin sallallahu hadith. Janë sikur se me qenë një zemër krejt, nuk ka rritje, nuk ka këto, nuk ka atë, ke që dashë me zveti. E disa transmetime janë se në ditë kiametit ngjallën një mosh. Këta që hinë në xhenet mbesin këtë mosh, ndërsa ata që hinë xhenem trupat të tyre ndryshojnë. Para e që ka është e vërtet, është se e në xhenet që a thash është për xhenet litë. Po, ndërsa për xhenem litë, aty në rritën trupat e tyre në xhenem. Atë shumë o rritën trupat e tyre në xhenem, sa që ka një transmitim se një dhëmbadhe tyne, i xhenemlive bëhet sa kodra e Uhudit. Dhe zelkurat e tyre trashën, shumë trashën. Në mënyrë që me i shijue dënimin me lkurat e tyne. Nga se njeriu dhimbjet, me çka i shihen? Me lkur. Me lkur. Për ata Allah thot në Koran, kullama nadijat juluduhum beddelnahum juluden gajreha li yadhuqu al-adhab. Sa herë që atyne u piken lkurat e tyne, xhenem live. Nuk thot mishi lkurat e tyne, sa herë që atyne u piken lkurat e tyne. O azavëndsojmë, o androjmë, i mveshim me lkurat të reja. Li yadhuqu al-adhab, në mënyrë që ta shijojnë azapin dënimin. Dhimbjet njeriu i shihen me lkur, edhe pak në lkur. Po ju dëgj krejt kjo lkur, sipërfaqja e trupit që është mveshur me lkur, dhe dëpër të mbranda më dhimbje nuk nin. Kështu që sistemi nervor i shpërndar jashtë në trupit njeriut, në për lkur dhe pak mbranda lkurës, shtresën e parë, kjo është ajo që jep sinjal të dhimbje të insanit, për dhimbje. E Allahu i madhëruar, në mënyrë indirekte, po dënë me tregu, me në kallëzoj këto dhe shkenstaresh këtyne tonë që dëshojnë, dinë Zotin se shef se fetarisht të përshpjegon feja sa dhimbje të shihen me lkur, po në anën tjetër, që është kuptimi i parë i ajetit, jep me kuptu se pa besimtarët, jo muslimanët, zullumqarët, dënohen xhenem dhe se ka potencuar i ka përmendur Allah lkurat të cilat digjen dhe se ka thonë ato ndrohen sa që digjen li yadhuqu al-adhab për ta shijuar dënimin. Pra, po mos t'ju nvishishin aty në lkurat, nuk do ta ndjenë dhimbjen.
Allah po dënë që ata me ndjedhimbjen, andaj po i mvesh me lkura të reja. E jenë disa transmitime, për disa lematë së lefë, se mërana një dite, në gjenem zërë në ka ditë natë, por në thot një ditë një natë, në distancë në ditës e natës që kemi njësët, 10 lkura, 20, 50 lkura i ndrohen për besimtarit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nuk ka mahi me gjehnem. Nuk ka mahi me gjehnem. A të gjithë ne njerëzit, pe Ademit, deri te njeri fundit. Çdo njeri është kandidat potencial për me hyrë në xhenem. Pas aty ne që më shëron i madh Zot. E kush të garanton ty që Zoti të më shëron? Kush të garanton? Askush. Andaj, ne i mbështetemi Allahut. Dhe ka i shpresojmë. Por, edhe bashkangjesim amelet veprat tona. Duhet me mush strajcën, me mush thesin, me amele, me vepra. Pa to, i ki dur gjep, me dur gjep nuk shkohet para Zotit. Jo, bravo Allah, nuk shkohet të Zot. E njeriu do të mendoj më larg. Mos mendo me mentalitetin tënd, të kësaj kohet, të këtij vendi, të këtij momenti, të këtij çasti të gjendjes tone që jeti. Mos mendo gjithmonë me këtë. Për shembull, ki gjepat plot, ki siguri, ki familje, ki shëndet, ki nam, amen. Dhe tash nuk nim për fukarat, nuk nim për ata, nuk nim. Të kupton që gjendja jote nuk ndryshon. Pra, mos mendo, mos e bë peng i gjendjes tone momentale për të gjykuar në bazë sajna. Sepse atëri njeri cekt. Ose e mendje madh. E mendje madhe kur haku nuk e shef. Nga se mendje madhësia nuk e len. Me pa të vërtetën. Po e shef unin e vet, egon e vet, edhe flet, e gjykon, e mendon se mbas kujtës vetë. Për ata shumicën rasteve si atë qëllon. Andaj do të mendojmë ne, pra, mëse mendove vetën se do kam i fortë i, mendove vetën nesër në tabut, mendove vetën nesër të hekin teshat e trupit. Dikuj me gërshaja prej, teshat e trupit. Sa njeriu një kollara, kravata që për thënë një që i bani, me 5-6 mjera blenë. E një ka teshat e 3 mjera. Atje në për ormanën, vitrinat i ka 10-15-20-30 mjera, vaki veç kostume, mobile, këse tesha, ose festana, ose për 2 gjenive. A i krymë punë varë. As të vesh se lojnë. As me vetën se japin. Sa një parë, e që kujnë teshat. Sa një dytë, e harrojnë emnin. Mërë gjenazën qëne, e prup gjenazën, kush pelon gjenazën, jenë të elon gjenazën, e qumë të vorë gjenazën, e qumë para gjami gjenazën, me afal namazën e gjenazës. E del imami, o ju njerëz, bëni njët për gjenazë, mashkull, ose femë. E shtinën dhe o ju njerëz, lëtën për këtë gjenazë. Emni, shkaj. As emnin kushta për me. Andaj dhe për mendu një robi pak më gatë. Me mendu pak më gatë. I meqmi. Me qaj dhe Zotit para. Kërë mendu në robi kështu, e shten vetë vetën me zarë, nëse jo me qef. Me bë punë të hajrit, agjerimin, namazin, zeqatin, respektin nënset babës,
e kështu me radhë, me zërësht e vetën. Po në anën tjetër edhe frenon pe harameve, pe ndalesave, thot kjo hak i huj. Kjo është njerëz e huja. Kjo nuk bën. Nuk bën ja bësh të njerit. Nuk bën. Thot urdhno kjo hak i yt është. Ti ki drejt, unë s'po ta drejt. E frenon vetveten. Edhe bien binare. Kur e frenon vetveten, vetë pështon. Pa u zhytur në mëkate. Por edhe i kërsen të tjertë. Kur unë të kërsej ty, të më kërsen mu, dhe në të dy i kërsejm të tjertë, pra i kërsejm, nuk ta marrë pasurin të anë, se tut në Zotit, lidhe që ma kana mu, po ti marrën pasurin të anë. Ose në helorin tjetër, në shpen tjetër, unë të arrujt të shpinën, dhe pa ditë të heqë, po ti marrën më shpinën, dhe pa ditë në heqë, ose të ditë gjak jam është të shajtë, dhe në ditë gjak është të shajtë. Unë e vlerësaj dhe konsideroj fëmijët e tu, se fëmijët dhe fëmija ke lazënve të në fëmijët tonë, po ashtu ti, po ashtu aja. Edhe, çdo sa pastaj është në vendin e vetë. S'ka vjedhje, s'ka mashtrime, s'ka vrasje, s'ka grabitje, s'ka rraje, e kështu me radhë. Që shoqëria e shëndosh. Zemrat e shëndosha. Amelet mira për varë e për ahiret. Allahu na mëshiroft, ja Rabbi, e na udhëzoft, e na drejtoft, e imanin në zemrat tona forcoft, e na bëft me dasht punën e hajrit, dhe me pasu, e na bëft me urrejt punën e keqe, dhe me ushmang, e me ik, e prej saj me distancu. Ja Rabbi l'alamin. Allah na aproft punën me la ilaha illallah, me dalë për kësaj dinjaj. Allahu na letësoft dhimbjen në dhimbjet e vdekjes, ja Rabbel Alamin. Na letësoft vdekjen, na letësoft llogarinë në varr, na zgjeroft, e na ndriçoft varrin të gjithëve. E na letësoft llogarinë ditë kur dalën para lartë madhërisë së Tij, e na bëf për banorëve të xhenetit, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allah në ndëroft, hoq, dhe me këto dua, këtë lutje që i bane person të përmbyllim emisionin, duke të falendëru, Allah e shpëleft juve dhe gjithë dëgjues dhe teleshikuesit që po na mbështesin dhe po na përkrahin çdo emision. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, paqe dhe selame për gjithë.